Aty vinte një shoku dhëndrit të asaj, jo kështu, beri mua bet, unë i thesha mamas. Më ngacmon një djalë aty ku vem, nuk dua të vete me aty. Mama në fillim spranovi, ta është e vogël, vetëm sa t'i këshkojmë dorën, tha se do i kushtar djali, ta kur të kthej, ta bëjmë fejesën. Ju mbush mendja mamas. Unë s'da isha më radhi, aty. Po, dhe motrën kështu e ka martuar me zorë, se nuk na ka rarë shumë, na ka torturuar atere, nuk e di si ka qenë koha, nuk e di. Nga skamja, nuk e di. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Jeni live me Odetën. Ditën e sotme në live-in tim, unë do kem historinë e një nëne. Ajo është 44 vjeç, quhet Margarita dhe është nga qyteti Korçës. Fatkeqësisht Margarita në jetën e saj ka patur 2 martesa të dështuara. Sot ajo ka për të bërë një denoncim ndaj habitaren dhe ftoi 44 vjeçaren. E dashur Margarita, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje. Më ke telefonuar në fakt dhe kërkon të bësh ditën e sotme një denoncim për jetën tënde të vështirë që ke pasur. Po. Më kishte shkruar një mesazh që nëna të ka ndruar jetë? Po, para një viti. Ngushëllime. Nga se ndroi jetë nëna? Nga Zemra. O, sa vjeç ishte? Nga Perin. Kështu 64. 64 vjeç. E re pas ka qenë. Më vjen keq që ke humbur nënën nga kjo jetë. U smur më shumë se u martua vajza time me rëmbim. U martua dhe nuk i foli dhe asaj dhe unë e mbështeta vajzën, ajo nuk më foli dhe mua 3 vjet dhe u smur më keq pëse. Pse, ke pasur konflikte me nënën? Ma bënte mos i fol edhe. Por vajza sa vjeç? Kur u martua. Sa vjeç u martua? Ajo u martua 18. Por pse mamaja jote, gjyshja, nuk ishte dakord për këtë martesë? Përte nuk i tregovi ajo. Në fillim e mori me rëmbim. Këtu në lagje e kemi datë të qunin dhe ndrin. Edhe ajo s'më foli dhe mua, pasaj 3 vjet rinja me qirat. Por sot e dashur Margarita, ti ke kontakte me vajzën tënde? Po, kam, i foli dhe mamaja pastaj. Gjyshja e Para se fali? të vdiste. Gjyshja përpara se të vdiste e fali mbesën? Po, i foli. I foli, atere na foli, kur u smur pak ma shtu, i foli, erdi vajza këtu, dhe ndri ishte në Greqina atë ko, u pajtuan dhe me thënë në një lavë. Pastaj unë vetëm vajta kur u shtrua në spital në Tiranë, se i natin e mbante akoma me mua. Dhe më vika keq që 3 vitet e fundit përpara se nëna juaj të vdiste, ti nuk e folur me të. Ma atë fëmijët me linte të shikonja asje. Edhe kur vinin në fëmija në shkollë se kam djalin të mas, e kam të smur me azme, vetëm aju merr kem. Më lejon të pyes çfarë ka ndodhur me jetën tënde, që ke përfunduar tek nëna të jetosh me nënën. Po unë në fillim se jam rritur në Tiranë, më shumë ndaj Ellarët, në gjyshja në këto, në njerëzit e mamas. Por pse nuk je rritur me nënën dhe babain? Po më merrte daja këto tezja për qep. Po? Më banin ande dhe u rita ande dhe motra dhe unë, po unë denja pak më shumë, erdha këtu 12 vjeqe, 13 vjeqe. Ka marrë pa për 13. Në Korçë? Më shpuri mamaja në një shoqe. Aty vinte një shoku dhëndrit të asaj, jo kështu, beri mua bet, unë i thesha mamas. Më ngacmon një djalë aty ku vem, nuk dua të vete me aty. Na e familje. Pastaj mori vesh mama, ata vajti u zu, ma vonë, pasaj mbas 2 muajve erdi më kërkovi ky, se do iki ushtarta. Vetëm ta kem kështu, tha, që mos e martoshi, tha. Mamaja pranovi, unë isha në atë këtë 13 vjet, sa do bënja 14 vjet. Mamaja në fillim s'pranovi, ta është e vogël, e i tha, jo, më mirë ta, vetëm sa t'i këshkojmë dorën, tha, se do i kushtar djali, ta kur të kthej, ta bëjmë fejesën, me që është e vogël, vetëm që mos e martoshi, ta. Ju mbush mendja mamas. Unë s'da isha më radhi, aty. E dashur Margarita, pse ti nuk pranove që të martoheshe me atë djalë, nëna të dhunoj, të rrau? Po, dhe motrën kështu e ka martuar me zorë, se na tremte ajo i shoq, i shkunati si thot. Dhe motrën kështu e ka martuar, 14 vjeçe ka lindur motra. Po baba juaj. Tani kam në Itali. Po baba juaj si ka reaguar? E kishin, po ishin darë këta, shku ishte me barë me mua. A, ti e rritur vetëm me nënën, babain... Po. Nuk e ke njohur sepse... Nuk na linte ta shikonin. Jo, nuk na linte ta shikonin babain. O, sa keq më vinka. Edhe kur dish nuk na la të vinim.
Motra ishte në Itali, unë isha këtu, pa nuk më la të vinja. Por pse këtë lloj sjellje e ndjera, sa e ka vdekur sot, pse këtë lloj sjellje nëna juaj? Nuk na ka rarë shumë, na ka torturuar atëre, nuk e di si ka qenë koha, nuk e di. Nga skamja, nuk e di. Pastaj më ashtu ju mbush mendja dhe mua nga frika. Unë lajm rroba një dajën, më mori daja 6 muaj ande. Erdha prap tu se u smur mamaja. Po. Tu prap ata s'më lini ratë, tha mamaja po tani s'ke ç'vend, tha. U fejuam. 14 vjeçe ti u fejove. Po, 14 e ca. Pasa ky siku ashtu shtat, po iku në Greqi nga Mali. Po. Ndej një sa ndej, pasa erdi, i tha, unë isha e smur. Në atë kohë dhe i tha, të vetë ta qojnë doktori për mua, i tha, mamas. Ky më rëmben më qonë e gjyshja. Por ti Më mori për fare aty. Por ti e doje në atë kohë apo nuk e dije fare çfarë ishte dashuria? Ishe një fëmijë. Nuk e kisha me dashuri, jo, për që më tha mamaja, tani s'ke ç'bën, tha se ky na mbivi këtu, tha. Jo, kështu do ashtu edhe unë pranova. Mamaja në atë kohë ikte në Greqi, kështu nga Mali, si që shenë këto, ikte ande më shumë rinjë ande, më rinja vetë këtu. Nëna juaj u rimartua sërish, ti e rritur me njerëk? Jo, vetë ishte, vetë. Por the kam dhe një vlla nga nëna. Ka qenë e martua në Tiranë, po ajo e njerëka e martovi këtu në Korçë. Është martesa e Në dytë. para se të vinte këtu. E qartë. Vllai është më i madh në moshë. Vjen nga martesa e parë. Po, mirë. Po, edhe këtë burin që kishte dhënë me 3 fëmijë këtu në Korçë. Ishte i martuar dhe ky, babai ton. E qartë. Pra ti ke vëllezër dhe motra dhe nga babai. Po. Por le të Vetëm këtë motrën në Itali s'kam për nëne për babaj. E qartë. E dashur, Margarita, burri juaj i parë sa vjeç ishte në ato kohë kur të rëmbeu dhe të çojte gjyshja? Ai një vit e gjysmë, 2 vjet më i madh se mua ishte. Ti 14 vjeç, ai 17 vjeç? Po. Çfarë ndodhi më pas? Ti shkove në shtëpinë e tij? Në e gjyshja. Pastaj më çovi në shtëpinë e tij, pastaj erdhi më mori mamaja. Nuk më la, pastaj 16 vite më mori, më rëmbevi prap. Kur isha 16 vjet. Por gjatë saj kohe që ishit le të themi të fejuar, dilnit bashk? Dilnim kështu, bënim, ai ikte më shumë në Greqi, rinte më shumë andeja. Punonte ande. Por me kalimin e kohës, ti e doje, pranoje që të martohesh me atë person apo nuk doje? Edhe pse 2 vite qëndrua të fejuar. Jo, pastaj u ashtuja dhe unë, e desha dhe unë. U dashuruam të dy pastaj, gjatë kohës që rinim që i kemi qenë të fejuar, po. Të e pas që njeriu ishte, nuk dilte, nuk bente vetëm Greqi, ato parat që silte ashtu. Më rëmbejvi mua këtu, pastaj dasmë nuk bera se kam bërë në Greqi, po me vërnejt se kam bërë. Po. Kur vum cilibrimin, atë që duheshin karta, në gjë e këtil. Ndenja këtu, ajo Vjera nuk shkonte mirë. Pasi u martove dhe u bëre zyrtarisht nusja e ti, si vazhdoi jeta juaj? Vjera nuk silleshe mirë. Kisha kunatën, kisha dhe 2 kunetër në shtëpi. Ata më deshin tërë dhe Vjeri më deshte. Vjera nuk tha jo, tha pa nxjerr çupën, tha nuk dua nuse kështu. Unë erdha prapë më mori mamaja këte, se më grinte shumë kur ikte burri në Greqi më grinte. Më përzente nga shtëpia. Si? Më merrte mamaja këtu, pastaj u mbush mendja, unë atë kohë isha me barë, më mori mamaja këtu, unë isha me barë me djalin. I bie në 7 ka qenë, nuk e di mirë, 1 muaj, 2 muaj me barë kam qenë. Ku më përzuri Vjera, ky erdhi nga Greqia, i tha mamaja ik ta, nuk ta jap me ata. Por nuk e dinte që isha me barë, asun se dinja. Dhe çfarë ndodhi? Ma vetëm bllokoj që këmba, pastaj i tha çoj pak çupën, e mori vendrin ta mbante këtu mamaja. Pra që ditë sa do rinte se i këte në Greqi. Por I në këtë që momentin... doktori ta se i bllokojt këmba. Ajo më nxori me barë. E qartë, ti mësove që ishe 7 zënë, por në momentin që burri juaj e zbuloi, e mësoi nga ju që nëna e tij u kishte për zënë, ai si reagoi? Vajti beri lafe, ande unë zvajta, vajti vejta ju beri lafe, andeja. E u zu aty edhe i tha, jo mos hajde dhe ti këtu i tha. Për zuri dhe të birin? Po. E dashur Margarita, por pse kjo lloj marrëdhënie e vjerrës tënde me ty dhe me djalin? Pse nuk donte ajo? Jo vetëm me mua, unë sa e kam njohur se unë kam qenë e vogël, siç më theshin komshia, ty sa afër e kam domethënë.
Po dhe me nuset e tjera, me 2 dhimt e tjera asnjë nuse s'kan dhimt. Pse? I ka përzen, që dhe tasma kanë bërë ata dhimt e tjera dhe tëra nuk i kanë nuse. Ajo i dyti tani i shkunati tim e ka marrë nusen që kishte me fëmi, e ka marrë vetëm Greqi. Edhe ajo tjetër në Greqi është martua me Greqkë, se këtu si le ajo. Vetri tani këtu. Ikën u larguan 3 dhimt, edhe ajo që kisha unë. Pra, ajo nuk donte nuse në shtëpi dhe gjithë dhimt ju larguan. Jo, s'ishte vetëm për mua. Vetëm edhe për nuset e tjera, kështu ka bërë. Por si vazhdoi më pas jeta juaj? Nëna juaj të mori në shtëpi, mori dhe dhëndrin dhe u zbuluaj që ti ishe shtatzën. Po, ajo vazhdoi ti këte në Greqi pastaj. Që të menim në një shtëpi kështu, ose ti iknja dhe unë me atë nga mali. I tha, mama jo, tha nga mali, unë nuk e le çupën i tha. Ajo është dhe me barta. Ishte kohë e luftës, pastaj erdhi prapa ajo. 97-a. Iku prap në Greqi, pastaj se erdhi me. Leka më dërgonte kështu, po i dërgonte nga anë e tjemës. Do s'kisha telefon atëre. I dërgonte nga anë e tjemës, dërgonte ta zem se nuk e dia ishte drakmi atëre se mbaj më të mirë. Dërgonte nga 100 euro ose 50, ajo do më silte 20 mua. Kur i them telefon këtij i them unë kështu, edhe i shimet që më silte mi mbante. Jo, tha unë dërgova 100 euro ja bante. Një javë më dërgonte. Këto. Uzu prap me tjemën, kur e shikoj unë ajo kalon të mamaj aty, ajo bënte fejesë për ish burin tim. Me një shoqen e kunatës time. Tani po më të çudit. Po. Djali sa ishte martuar me ty dhe ajo ndërkohë i gjente nusë e djalit? Po, ish kunata. Shoqen e saj beri. Por, që ndodhi? Unë kalova aty dhe mamaja më tha ma ik ti përpara, më tha mua, kur vinin në kjo shoqa që njojta këte, ik përpara më tha mua, se po dëgjoj muzikë këtu ta. Po i vajt me të që duhet tu i thashun me këta. Aje, kur ishte futur mamaja, ky po fejoshe, kishte qenë dhe ky aty. Burri juaj? Po. Por si e... Mua më theshte jam Greqi, po. Kishte 2 ditë që kishte ardhur. Vazhdoi pastaj lash fare unë. Nuk vajta breti të shazje, po dërgova mama. Erdhi dhe da nga Tirana, me mbeskën time s'ke puni, tha. Jo, unë e dua, kam fëmi, po si do t'i ta kur fejosh. Po jo me zor, jo kështu, po bënte edhe darkën e ushris, edhe fejesën bashkë. Në atë kohë, unë sa vidaja. Por ti në atë kohë kishe lindur? Në atë kohë që burri po gjende një tjetër grua, ti kishe lindur? Jo, akoma. Ishe shtatzën? Në tetor linda unë, në 7 tetor. Ajo, që kur e linda, e mori vesh e tha mos e iq barën kur u. I thashu nuk të dua me, vazhdoj jetën, mos e iq barën më tha mua. Vetëm edhe embrin tha po lindi djalta t'ja vesh kështu si që të mund. Jo, unë i thashu do ta iq, si që kisha t'i gjuar mama këto që më thanë. Të lutem, në momenti që ti mësove që burri juaj po bënte një tjetër fejes dhe ti prisje fëmijën e ti u takove me atë? Më pas, për t'i thënë që pse ma bëre kështu? Të mesme në mëngjes kur tha mamaja e që më na kërkon ajo shoqja time, në ajo grua që vinte sa po duhet të kalon një pallatin e këtit, hyrjen e këtit. Po. Ky në atë do ikte ushtar. Ishte dita që do ikte, kujdu nuk e ditë nesmen. Që do ikte. Kur e takove? Edhe del me atë, pas dore. Del me nusën? Jo se te pas dore, ajo ja fut kraun, këti. Ishte kunata, ish vjera. E unë kaloj aty, mama më thot mos e ngri kokën. Se i thashun qarka, po shiko mos pengohesh, më thot mo. Unë e ngrita kokën, i thashun po s'ka gjë këtu. E ngrita kokën kur shikoj, ish burin. Ajo sa më pa mua, ajo tjetra ja futi kraun. Ajo më pa mua dhe i tha, po ti që ma fut këtë kraun, i tha, ja lëshovi kraun. Edhe me erdi në shoqë, kjo i ndoqi në ajo shoqë mamas, erdhen të 2, me gjithë këte. I tha, Rita tha, mos me ndo tha se unë as po martojmë, as po fejojmë, tha ma po ma bëjnë këto, tha, kastile, motra, tha. Unë, për mua tha se mos e iqësh barën, tha se unë, që këtu tha nuk do iki ushtarë, unë do iki në Greqim, tha ma. Ta dish, dëgjovi dhe mamaja dhe të tërë aty. Po kjo nuk është normale, Margarita, ai nuk ishte kalama dhe po e martonin me zor, ai i rritur ishte. Morëm dajën telefon. Jo, po ti çfarë i the? Ti çfarë i the në momentin që ai të ndoqi dhe të tha mos e hiq fëmijën në bark se unë nuk e dua atë tjetrën. Çfarë i the ti? Unë i thash do ta heqi tash. Se isha pak në atë, do ta heqi tash, nuk e mbaj tash. Pa baba nuk e ri dot i tash.
me një nen jam i tashun, e që kështë ndima s'kam i tashun, do t'a iq, jo s'ke pun t'a iqesh, jo këshu, mos do martojmë jo i tashun, më ale edhe kam ikur me vrap, që ande kam ardhur këtu në shtëpi, kam lënë maman aty, i tha, mama e mos e ndi këshu, për ta s'ke pun t'a ndikësh qupën me vrap. Erdha këtu në shtëpi, e mbylla derën, vetëm kështë ka ardhur mamaja, pastaj kam ardhajën, i ka ndende një 6 muaj, kam ardhur në muajin e 8 këtu. E dashu Margarita, nga i moment që ti u shkëmbeve me babajin e fëmijës tënd, nuk u takove më kurrë? Jo, derisa linda djali një. Vinte, ikte, nuk... U feju e ben fejesën me atë pastaj. Ai e vazhdoi jetën me atë grua? Po, ajo e feju arari ynte dilte në shpinë ati, tu rinja këtu në mamaja. Ajo Greqia ajo ynte dilte në vira time. Po kur solli një jetë djalin? Kur ktheva nga Tirana në muajin e 8 ca, kishim një dasmë pastaj në Lushnjë. Po. Aty, do martonte mamaja, kështu pa më dërgon vetëm mua dhe më merr daja dhe nuse dajes. E mirë, ta let virita. Me që s'vjen ti ta jes mu. Me të familjes domethënë. E vajta, ma më zonë dhimbje ta nde. Kam lindur në Lushnjë. Oh. Po, edhe erdha këte unë. U bë djali 6 muaj, këto 1 vit. Babaj s'erdhi? Po, jo, nuk erdi. Vinte për ta ashtu, po këtu jo, brenda në shtëpi. Por e mësoi ai që ti kishe sjell në jetë djalin? Po e motra duhet i kishte thënë se ajo motra time, që kam në Itali ishte edhe ajo me bardh, me 2 binjak pasaj vdiqëm, 7 muaj. Oh. Në atë kohë. Edhe kalonte me djalin tim të vogël motra, e mbante në krah, unë kalonja kështu. E i thesha ajo i shkunata time. E me mira tha, po ti çneta që linte para kohë, e po ja linda i theshte motra. Po Rita që kur e oqi fëmijë tha, i theshte Kastile që une s'kure i kisha hequr djalin. Pra, ti nuk i tregove të vërtetën që atë fëmijë solle në jetë? Po kujt i thesha unë? Mos më përgjigj njeri, mos më erdhi njeri të më pyeste. Linda, ajo shoqja e mamas time kishte thënë që Rita e oqi fëmijën. Në atë flisnin me ishburin tim ato. E qartë, por babai e mësoi të vërtetën që fëmia erdhi në jetë më pas? Ajo e mësovi, më vëpon kur motra time i ta i shkunatës time, po ti tha se shikon tha që unë jam e bardh, tha kjo është djali Ritës, i tha. Qarë se uva tha, po nena ka të një Lumia, tha që Rita e oqi. Po si me oqi, tha, kush e linte këte, tha. Se la mamaja, tha, ta ishte, tha. Që shkjo, tha, ajo e vogël, tha, do iqë fëmi, tha. Nuk e linim nëse nuk ashtu, tha, dhe po mos kemi, tha, do gjë unë, tha, motra, ta ushi djalin, tha. Edhe e tha, pak ta shikoj, tha, jo, tha, motra, s'keni për ta parkuri, tha. Kurse ka pariati, tha. Po nuk di gjë vlaj, tha, se ne i tham, tha, që e ka hequr. Merë vesh, i thot direkt, ish vjera. Ore tha, të kanë gënjur për Ritën, tha, që ka hequr barën. A ka lindur djalë, tha. Edhe i ka vënë emrin që dëshëtit Tyson, tha. Pse ti vendose emrin që ai të tha atë ditë kur u ndat? Po, mu fiksua se ma tha dhe motra dhe kunati tim. Po ma tha njëri ish buri, ma tha dhe motra dhe ishte i njëjta do me thënë. E unë ja plotova të dyve. Po i ta shumë është e takut i ta shumë ky emër, motrës. Verja tha motra dhe mamaja. E ja vura vetë. Por ai të la për një grua tjetër, ti i plotësove dëshirën që edhe djalit i vendosi emrin Tyson siç ai të tha? Po nuk kishte ardhur ai, vinte vetëm kur e zinte policia, se ishte pa dokumenta. Jo, emrin djalit ja vure ashtu siç të tha i zhburri. Po. E dashur Margarita, por çfarë ndodhi më pas me jetën tënde? Djali po rritej, babai e mësoi të vërtetën. Mi ku mamaja në Greqi mua, ajo e kishte mësuar, po nuk dinja gjë fare. Mi ku mamaja në Greqi e rinja me një komshie këtu. Po. Më kishte lënë mama me djalin. Kishte kaluar 8 ditë që kishte për djali vitin. Në tetor, vjen ky, unë kisha lënë derën hapur, këtu e bën një punët. Lanja qimentot, kështu atë djalin e kisha me atë komshien. Kur vjen ky, më qa bën të ti qarë do këtu i tashu? Do të shikoj djalin, qarë djal do të shikosh ti tashu? Tani kujtove i tashu, që kalovi biltin djali i tashu. Jo, ta shikoj e kështë marrë një qese, kështu një palë komplete, një palë atlete. Ato komplete sa për 6 vjetë. Ja kështë marrë dhe atlete. E futa brenda se nuk desha lafe, kështu, si që më kështë të mamaja, se ja kësha pak frikën mamas. E pa djalin kështu, iku,
E dalë me një komshie, më thama do iki prapë sot në Greqi, më thama, kur të vi, do dërgoj leka të bëj pashaportën ty dhe djalit, tha, kur të vi mamaja, tha, për maman time. Ti të nisesh, tha, kur të vi ajo. Por a kishte grua tjetër? Në këtë kohë, a kishte një grua tjetër ai që ja bëri familja? Për të martuar nuk u martuan, jo. A, nuk u martuan. Po, Jo, kjo e la dhe iku andeja, kjo rinte në jemë. po, dhe çfarë ndodhi më pas? Iku, ky pasaj, kur një komshie më këtu, më thama do dalim der pazarit, ta tha. Dhe me që do blezhe ti do një gjë për djalin. Aj, dita shumë. E lash djalin me të komshien, unë kur dalë në rrugë, në një si me rrugic kështu me gur, ku shikoj këta me një grua pas krau. Po e madhe e gruaj. Po, Në atë kohë me madhe se mua, 49 vjetë mund të ketë qenë. Pas krau, po më tha mua kjo, shko me taku, tha që ka këte, tha. Ku du një tash? Po ti që ke këte? Po jo me lali, më tha mua zemra, tha, do ta qojnë Greqin nga mali, tha se gjuna, tha. por ai nuk pas ka qenë njëri serioz me këtë që ti po më tregon. Unë vetëm si që kisha dëgjuar, i thashu në rej, i thashu, po ti me që ta qosh, pse e mban pas krau këtu në mes të rrugës? Mamaja time, Ramet Kit, u lis me një nga Voskopoja. E qartë. Bashkë jetonte me atë. Po, Ajo jetonte edhe ajo në Selanik. po, Kur merrte mamani të ishte edhe për ish burit tim. Moj, taku kshu, taku kshu, taku kshu. Jeton me filankën. Mamaja time e njinte këta, unë se një. Qarë tua, më të? Mos i tua qupës ja bënte. Të mos e marrës qupën dhe i tua, për mua. Djali sa vinte e rritë, që ajo vinte njën 3 vjetë, njën 4 vjetë. le të themi që ti as e martuar, por edhe e martuar. Por, Po, të bëj një pyetje. bashkëtes në atë kë. Po, por të Do me bëj thënë. një pyetje. Ti mësove shumë gjëra që në një farë mënyrë ai po të tradhtonte, kishte gra të tjera në Po, jetën e po, vet, po. nuk ishte serioz. Ti e doje, vazhdoje ta doje? Jo, më vonë jo. Kur e pash vetë jo. Se kur e pash vetë, pastaj mori prap këte në Greqi këtë të fejuarën. E dashu Margarita, çfarë ndodhi më pas? Të mori në Greqi? Jo, më vonë jo. Nuk më mori ndenja ca kohë. Këtu me maman ik një në Tiranë në dajat këto, që është ty një, shu. Pastaj kur kisha djalin 3 vjetë e gjysmë a 4 vjetë, nuk e mbaj më të mirë. 4 vjetë, vjen ky. Po. Më dërgon mamaja për dritat, na i kishin prerë dritat atyre. E më thot mua, i kërë shikoj pyet njërë, thot, sa leka na bëjnë që ti themi mirës për motrën që kishim në Itali. Po. Sa leka kemi për të paguar. E unë pres autobusin në stacioni këtu, kur ky më del me djalin e Xhaxhait të vetë. Nga mbrapa, qa po bën ti këtu më thamë? Po pres autobusin. Ajtë se të shoj unë me taksi ku do veçte. Po jo mos e i ki vetë unë i tash me autobus. Të mamaja e dishte shumë, në fakt, këtë. As nuk e dinim që kështë ardhur, vejmë për dritat, ky nuk e qëndrom në dritat, po vejmë në e gjyshja prap, aty ku më qovi radhën e pa. Futet brenda në e gjyshja, nuk del mua më la në makina. Kur del e gjyshja pajt me nuset aty, që është kjo, tha, djali të rëmbevi tani nuk të lëshon me, tha. Kushdo t'jetë, tha, nuk të len me të neve, ta. Tani, ta, ti i kështë, ta. Ke fëmi, tha, mendon, po kush mendon ai për mua, do mendoj unë për atë. I tash, ai s'mendovi për fëmin, i tash. Jo, kështu edhe lemron maman, ky që unë e mora, i tha. Por ti ishe dakord që të vazhdoje bashkëtesën me të? Jo, më mbyllën brenda, më mbylli brenda më, s'më linte të dinja. Më tha ma, do vete ti thej mama, s'ta që e mora unë. Më gënjente, një javë. Derisa erdhi mamaja, unë shkundja tapetin aty, e mora tapetin gjaj që të idesh nga ta raca të vinja në mamaja, ti thesha. Kur ajo po vinte mamaja, më ndihmovi një nuse e djali Xhaxhait të këtij. Rita tha të dalësh që këtu, tha, ikim të dyja i themi maman stende, tha. Unë sa do idesha që aty kur vjen mamaja, shkoj maman me djalin. Unë u hodha që aty sa pas djalit. Se kisha një pa e pak, me gjylpera e kisha. Po ti më tha, ma pse s'më ke lajmëruar, po s'të ka thënë taku ty i tash. Ajo i këte për punë, mua më theshte që vajta i tash. Ma unë s'di gjë nga ishe, tha. Unë kote erdha këtu, tha mamaja. Dhe po të kërkon djali, tha. O, e më ka gënyere, këshu e qan janë. E gjyshja ta t'i s'ke për ta marrë, ta mori të djem të vetë, xhaxhallarët e këti. Ish virën time, t'i s'ke për ta marrë pa ardhur taku këtu, ta. Iku mamaja. I tashu ta mbaj pak djalin, i tashu se më ka marrë malli, i tash mamas. Por pse për fatin Jo, tënd vendoste gjyshja? E ti?
Po ikështë thënë ky, mos e lërë pa ashtu, unë tha se po iku nuk bashkojt me mua kjo, tha. Por djalin pse nuk e mori ai? Ti jetonte me ju, por djalin ti e le tek nëna. E po të smëlite mamaja ma ta menja me këte. Prandaj më rëmbevi në atë mënyrë. Ky. Dhe çfarë ndodhi më pas? Po sa i tha mamaja mirë, tha ku të vita, ku i tha të gjyshës, sa i tha të marrë çupën e të vi pak në shtëpi të sjarojmë, tha. Erdhi kë nga puna, i tha shumë, kështu erdhi mamaja me djalit. Çfarë tua, tha? Pse më ke gënjeri tashun që ke vajtur i tash? Jo më fal, jo kështu, erdhëm këtu, në darkë, mori djalin e Allos të vek, erdhëm këtu, djali po flinte, u qojt mamaja, ullëm këtu në tera, si e bere kështu ata ku i tha. Ti po ta deshe çupën ti me tha e mbanjen që në fillim, tha, jo tani, tha. Ti me 2 gra në Greqita, unë i ditë tera, i tha. Nuk i tha që i tregon të njerku. E qartë. Jo kështu, jo unë do ta marrë këtë radhë, jo kështu. Edhe mirë, tha, ku do ta çosh, tha, aty në ju të gjyshe, jo, o në shtëpinë e saj, tha, të ende, tha, o këtu do ta mbash çupën time. Ne do ikim Greqita. Ndërsa ti ikësh në Greqita, o në shtëpinë tënde, o këtu, tha. Në vend tjetër në çupën nuk e dua larg, tha. Ti e di që unë këta e kam kështu, tha. Mirë. Tha, mamaja do rish këtu, tha, se unë e di, tha, që ajo nuk ta lenuset, tha. Për ti jem. Ndenjem këtu, ikëm në Greqi. Po. Djalin e mbajti mamaja se nuk ma linte. Edhe sot e kësaj dita ajo mi ka rritë fëmit. Nuk mi ka në asnjët. Punon të ky kështu, duke bërë këto bashkim familjar, vume edhe cilibrimin aty, u bëra dhe nuse, se duheshin këto nuk e di, aty mbeta me barë me çupën e dytë. Po si e njihet vajzën e dytë, po? Po. E linda çupën, erdhi motra nga Italia, këteja, unë si isha. I zhvira tani e beri Kastile, jo të shikojmë çupën, të shikojmë çupën. Ne si kishim përfunduar kartat bashkim familjar, ne sa jodhëm. Ta ajo ma bente, mamoj mos ikë, se po ike ti ne do ndajemi. Këtu e pata unë gabimi. Jo do ikim që ta shkoj dhe motra, e bënja unë t'i bëjmë vitin, kur ti ashtu do vi dhe unë, tha, mirë. Erdha unë këtu, vajta në Izhvira, më prejt kunata dhe Izhviri. Sa e lanë çupën, më thot, i thotë Izhvira të shoqit. Iko për cilën e jema, i thotë. Pra Vjera nuk të donte edhe pse ti solle në jetë fëmijën e dytë dhe vazhdoje jo të bashkëtoje, por bëre martesë zyrtare me djalin e saj. Edhe i tha ish kunata, moj pa jo, ora 5:30, tha, unë sa e lava çupën, tha. Se e lava i kunata, unë sa e lava, ku do vetë kjo? Po le të vete dhe ta shkoj dhe i gjyshja tjetër. Po na me ta prit njërë, tha, jo, është e lodhur, tha. Se në 2:30 erdha të natës, në autobus. E i zhviri, më sjell këtu në, i thres mama su, zbret mamaja. Po mi më tha pa pikturpi në këta orë sillet fëmija, tha. Me fëmi në krak, jo, tha. Se mbani të pak, tha. Jo, shu e i tha mamaja time, i këta e mos ju shikoj me asa dhe mere dhe të bik, tha. Mos se shikoj me në dera time, tha. E merë mamaja djalin më njën lartë. Si është puna, këshu i ta shumë erda tama. Kura tha i këtë qojnë e jema. E mirë, tha mama, mos u mërzit ti, tha. E qartë. Si e para e fundit më tama. Ky burri tim ishte nga krau tim, më ndimonte, më bente, nuk më linte. Më po pasaj ishte dashura me një greqkë. Nuk e di, po nga Elbasani po greqkë, i tonë, nuk e di mirë. Edhe më thotë i zhviri, moj ta ku del me njerën, e ka me barë. Mja më mjati, tashun. Unë fillova punë këtu, në roba qepsi. Pra ti qëndrove në Korç me 2 fëmijët, me djalin dhe vajzën, ndërsa ai iku në Greqi. Jo, ishte në Greqi, unë erdha vetë këtu. Po pra, ti me fëmijët erdhe në Korç. Po, erdha unë do bëni vitin e çupës, pa ofroj që data 25. Ajo në datë 24, 23 kështu, më tha Marita, unisa më tha më. Të bëni vitin e çupës. Po mirë, tash hajtë se është dhe mira se do ikë, për motrën. Prit, unë të nesme në vete nga xhaxhai ti. Moj se erdi taku i tashun. Qarë ka? Ku këta e këshin daluar në doganë, kishë bërë një sherë atere më përpara për të gruan që mban të ande, e i kështë dalë në kompjutura në gjej këti, nuk e di një sherë, që kështë mbajtur ti. Edhe e këshin dënuar ande 6 muaj, po 3 muaj beri. E këshin këtu e në Greqi. Bëri burg. Po. Po? Më mete nga burgu a ju, me numër privat, po më të ishte, po të marrë me gabinë. Nuk të tërgoj që
Po. Nuk të tregoj që Derisa kishte doli nga përfunduar në burgu, burg. po, derisa erdhi në shtëpinë time këtu, me çantën e burgut se i tha, e jema, hajde këtu në mua, tha, jo të vesh në ju të shoqe dhe në fëmija. Por kjo jetesa juaj e dashur Margarita me babain e fëmijëve, me burrin tënd, më shumë ka qenë e ndarë se sa e bashkuar. Si u ndave ti përfundimisht me të? Unë me atë u ndava kur isha këtu si ka në Greqi unë. Iku erdhi ky, nga burgu që të thash, morën shtëpi me qira pastaj. Dhe nuk deshte jema, do martoj djalin tha tjetër. Gjoja, morën shtëpi me qira në lagje tjetër, jetonim tamam. Me këtë, punonte ky, dilte për punë. Pastaj erdhi nga janari, ishte çupa 2 vjeçë, ca 3 vjet. Ti i Rita tha që të vazhdoj kartat se do na digjen ta. Po të vita unë i thash. Po ka të borë, po le të kreti tash si që i këmë radhën e pari tash. Marri vetëm çupën i tash. Ose ja le mamasi tash, për mamën time. Po. Kur t'i bëjmë kartat, vimi marri. Jo do iki vetë, iku njëre kapën, pastaj iku kalobi. Kështu erdhi ndarja tim që u bashkua me atë tjetrën pastaj. Pra, Nuk më tregonte. a i gjeti një tjetër grua në Greqi, ti e zbulove dhe u ndat përfundimisht. Po se beti me bara jo dhe ky i tha që iqe fëmin, i tha se unë ti e di që unë jam e martuar, mua më njinte ajo, unë se i njënja. Dhe kisha qenë Greqi dhe ajo më njinte mua. Unë jam e martuar, tha ti e di që unë kam 2 fëmijë, tha. Iqe barën, i tha se unë s'të mora për grua, tha ti e di shumë mirë, nëse kemi bërë ta për martesë, tha. Ky ike në punë, kjo vete i bënde në nëcim që ky më ka premtuar për grua, për tera. Edhe fut në burg këtë. Jo se unë të vau me këte, mua ma bëri vjera, gjyqin. Flejtën, qariton këtyre, ndarjen. Por Që ty, të shpëton të birin nga burgu. ishte vjera që drejtuaj gjukatës në emër të birit, sigurisht, që kërkoi divorcin me ty, ti u divorcove dhe ai u martua me atë tjetrën. Po, ajo nuk dinte gjë për që kishte bërë vjera këte. Ta ishte në burg. E dashur Margarita, por kur ai doli nga burgu, ai e mësoi divorcin, që ishit të ndarë. Tani se mua më duket pa Jo, logjik. e më thovi brenda burgut ajo. Te mora unë telefon me të gabinës. Por unë si Odet që po e dëgjoj këtë histori, unë nuk besoj që ai të ka dashur, se po të donte nuk do të tradhonte me gra të tjera. Po kjo dihet, po kjo lindi kjo Greçka, edhe nuk ja regjistroni fëmin. Se s'kishte kuror me atë, e qartë. Veç në ajo deklarata që më lexovi ai gjykatësi. Çfarë ndodhi më pas me jetën tënde? Ti qëndrove me nënën, ajo kujdes për ty dhe fëmijët e tu? Po, u futa në punë në çantat plastike, punova 8 muaj aty me sigurime, unë mbyllë sa ko ajo. Pastaj vazhduam, mama e sikte me në Greqi, motra po s'na ndihmonte se ajo s'ka ande, ajo tani u martua, ja të dielën e kaluar u martua ajo, Trashëgohet. faleminderit, edhe fillova punë pastaj kisha një shoqe kështu, më të shovi në një lokal, kamariere. Jo kamariere në banak, banakiere. Ke bërë punë të ndryshme, sigurisht për të rritur fëmijët. Por babai, Që ti atu se s'kishte mamaja atëre, por që s'na ndihmonte njëri. E qartë, Ajo por- po dhe por babai, pensionin e fëmijëve s'ma dërgonte. këtu ndalemi, por babai i fëmijëve kujdesej për fëmijët e tij, për vajzën dhe djalin? Jo, as pensionin. Ja dërgonte ti emës, pa ajo mi mbante. Jo se dërgonte leka, dërgonte vetëm ushqim me gjoja. Një në vit kur fillonte shkolla. Ose kopshi. Nuk është kujdesur asnjëherë. Ti pate më kontakte me ish-burrin tënd të parë? Jo, fare. Fare. E oqa dhe telefonin s'mbanja telefon, ma bante mama e pëmbaje se të duhet edhe në punë s'mbanja, jo dhe i të shonë se u mërzita shumë. Kur fillova kamariere, u njojta me këtë djalin tjetër. Ke bërë një tjetër njohje. Pra i ke dhënë fund le të themi asaj historie kapitullit parë. Jeta juaj vazhdoi me një tjetër lidhje. Po. Me atë bashkëton, ja nuk arrita të vinë, nuk vura cilibrim se s'kisha më besim pastaj. Unë dava me gjyq me këtë, s'kisha më besim të vinë cilibrim. Ky pinte punën e kishte mirë në autobusat e Elbavelit të Greqisë. Ishte po nga Korça dhe ai? Po, më njinte se këtu afër tim në mua ka xhaxhajn pallati tjetër dhe më njinte, pak a shumë. E dinte edhe historinë time. Por nëna 2 juaj vjet më vogël se mua. 2 vjet më i vogël se ju. Por nëna juaj si e priti këtë marrëdhënie të dytë? Nuk deshte asnjëra ajo. Unë e mora me kokën time, këtë të dytin.
Jetove me të në të njëjtën shtëpi? Po. Po Vera fëmijë. çupën, pastaj ty i thesha mamas, nuk është për mua, nuk është për mua. Të kuptova ca gjëra, më vinin kalonin dhe dashnoret e vet atyja, në pallat në lagja, më theshin, më tregonin fotot. Mama e tha, po tani e more vetë, tha çfarë të them muta. Sa ju vinte e shante maman, e shtynte. Mama e këtu pa, sa ajo është nga Tirana dhe këtu s'ka njeri. I vinte e pirë këtu e shante e bente, e kishte frikë mamaja. Arrita sa për dhe djalin tjetër pastaj. Aty vendosi mamaja, vajti vetë mamaja në polici. Pra, ti nga bashkëtesa e dytë solle në jetë fëmijën e tretë. 2 solla. 2 me martesën e parë, 2 me martesën e dytë. Po. Por 2. pse sa vite qëndrove me burrin e dytë? Qëndrova goxhas edhe u aperova, kur isha 6 muaj me barë me këtë të voglin, u aperova nga gjiri. Por Mbas e linda, pastaj vajti mamaja në polici, vetë. por pse nëna? Unë me penjë, po kisha duhet i vazhdonja 3 muaj atë gjylperat të sorumit, mbas aperimit, e mbas lindjes duhet i vazhdonja prapë 6 muaj ato të gjirit. Në shtëpi, sorumit. E ky më godiste, më vinte të vinja punë, kunato, atëra, mua më që më penjë në gjiri. O, të ka dhunuar. Mamaja vinte, po kur ikte ky në punë, vinte mamaja ma lante djalin e vogël. Edhe i tregova moj më djek gjiri të shon. Kur e pa mama, mua më ishin hequr 2 penjë. E kur më bejo, si që më kanë thënë doktorat, se unë se di përgjigjen akoma, e ke dhe jamore, u bera aperim, isha 6 muaj, po ta lesh ta dhe në muajin e 9 do të bëjt me madhe. E duhet të bësh tani aperim. E unë e bera, në Tiranë. E dashu Margarita, e kuptova qartë çfarë ka ndodhur dhe me bashkëtesën tënde të dytë. Por në momentin që ti jetoje me burrin e dytë dhe solle në jetë 2 fëmijë, por 2 fëmijë nga martesa e parë, nëna kujdesej? Po, dhe çupën ajo ma mori. Se ajo pinte hapte muzikën, vinte i pirë, ajo srinte një ditese. Por pasi u ndave, u bashkove me nënën tënde dhe me 4 fëmijët? Po. Këtu, ndenja këtu fillova prapë punë pastaj, po mbas një kohë që u bera pak mirë se duhet të prisnja përgjigjen e atë masollë përgjigjen e biosit, çfarë i thon për gjirin. Po, biopsis, po. Po, ky ma futi në zjarr, ish burri. Nuk e lexova asnjëra të përgjigjet të gjirit. Por pse ishte mirë nga mend të kokës ai apo? Se më tha doktori kur të lindësh ta, të bëhet fëmija 1 muaj ta, duhet të vish të bësh dhe një vizitë tjetër. Unë ky është më çovi, edhe më erdhi ajo përgjigja që kisha bërë para aperimit, ky ma futi në zjarr. E dashu Margarita, nëna juaj e denoncoi, ti nuk e denoncove kur për dhunë, ai përfundoi në burg? Po, e morën, po nuk e dënuan. Se ja fali mamaja se ky bente shumë, se ta do dale dhe prap do na vi i pirë, do na shaj, do na bejta. E ja falem, nuk bënte gjë kështu. Pastaj i thanë mora urdhër mbrojtje. Vajtëm në gjykatë aty, u bëta mamë si me gjyq kur e kisha me cilibrim. Ti vini dhe pension fëmijëve. E qartë, I thashun jo nuk ka një ora të nuk dua asgjë nga ty. Ky i thashun vetëm të më largohet, i thash. Dhe nga mua dhe nga fëmija tim. Nuk është babai, thash. Por pasi u I ndave kisha dhe faktet, që i kishte me dashnoret, ja tregova gjykatës, që gjykatës ajo. Pasi u ndave dashur Margarita përfundimisht dhe me burrin e dytë, ti jetove me nënën dhe 4 fëmijët e tu, 2 nga martesa e parë, 2 nga martesa e dytë. 2 ish partnerët, baballarët e fëmijëve, nuk ndihmuan asnjëherë në rritjen e atyre fëmijëve? Ai i dyti i dërgovi vetëm 4 herë leka, pastaj i bllokovi. Se mori nusën e djalit të daiut, e mori për grua. Është në Franca, në Gjermani, në gjektiv. Se e takova njërë para ca viteve, më takon vetë, isha në rrugë, po iknja për në punë, e me qa po bënë, tha ma ne e pas kështu, ku më doli ky tashun. E tha, atë përgjigje, e me mire, je me shëndet mirë jam i tashun, dhe tani. Po e mbarë me atë përgjigjen e gjirit, më tha ma, që ta fëta në zjarta, po ik vizitohu, tha se si e mirë, më tha ma. Ky. Ka që edhe nuk u pa me pastaj. Iku atëre dhe s'ka ardhur me. Vetëm kur mora vesh që kishte marrë nusën e djalit të daiut, për grua. Ka për 3 fëmijë. Të mërshme. Fëmijët e tu sot janë rritur? Qa moshe kanë 4 fëmijët? Djali është 27, tani në datën 7 tetori beri, Çupa 22, Çupa tjetër që i kam vënë emrin e mamas,
14 Beri tani 23, edhe djali 11 vjet, i vogël. Përpara një viti më the që nëna të ka ndruar jetë. Aktualisht me kë jeton? Vejt me fëmit. Tu në shpinë e mamas hyra tani. Se më tha, ma la me goja jo. Se u pajtuam në spitali, kur mora vesh. Aty më pranovi. Dua qupën i të shtedajës këtyre. Dua të më virita këtu. Se ajo gjithnjë të ka pasur merak dhe gjithnjë është kujdesur jo vetëm për ty, por dhe për 4 fëmijët dhe jam e sigurt që nga kjo jetë është larguar me një breng të madhe në zemër. Vetëm që më tha, nga ty me është dopsuar zemra, ata që s'kam folur. A 3 vjetë kështë ndenjur me 25 raje të fortë, kështu të zemrës, tha doktori. Si ka jetuar kjo, tha. E beri koronare s'ka lau vidot, si apën vejnat, në aperim vtiq, u fut me kem të saje. Pritëm aty erdi dhe motor e Italis, nuk shpëtovi. Dhe më vjen keq që e ke humbur nga kjo jetë nënën dhe pse ajo të ka dashur shumë, si që po e tërgon t'i këtë histori, po... Edhe shpinë më dha mua i dhja djalit përsi për ta, se i kam rritur vetë, tha. Të madhe, që t'i smurë këmë asu. Por fëmijët me njëri tjetri si shkojnë? Shumë mirë kalojnë, nuk krathojnë fare, jo. Sidomos ka të vecklit ky i madhi, njërë dhe unë që i trez nga një qupës, që e mësoj këtë të voglën. Bo me i tire ti mojë se gjuna, tani që i kunen në atotme. Lere me se gjuna i tot. Por babalarët i kërkojnë, babajnë, si... Jo, fare. Jo, tani vetëm për atë maman ti me kujtojnë vetëm sajtë. Të kanë pyetur, ju a ke treguar historinë? I din, ja ka treguar mamaja time. Jo, unë mamaja. Që kur kanë qenë më të vejtskëll që ta dinin, që mos i prejkte, mos i bente. Ja ka treguar veta, jo dhe e di do me thënë, si janë sile dhe si jam sile. Dashur Margarita, mua më vjen shumë keq. Sot je 44 vjeç dhe hallet e tua, vuajtjet e tua ka nisur që në moshën 14 vjeç kur ti njohe partnerin tënd të parë. E di shumë mirë që sot jeton në kushte jo fort të mira me fëmijët e tu, nëna që u largua nga kjo jetë ta trashëgoj dhe ta fali atë shtëpi, por unë dua të të uroj, ti jesh një nënë e lumtur, ato plagë në zemrën tënde të shërohen sa më shpejt, ke 4 fëmijë pranë vetes që jam e sigurt janë drita e syve të tu dhe ata kurzo të braktisin duke ditur sakrificat dhe vuajtjet që ti ke bërë në jetë për ta, sepse baballarët i braktisën, por dua që ta mbyllim me një mesazh. Nuk e di nëse ke një mesazh për të përcjell. E dëgjova me shumë vëmendje historinë e jetës tënde dhe u preka. Unë dua vetëm për ndonjë ndihmë, dua vetëm se vetëm e kepin e djalit jam. Që merë. I kam dhe fëmijët në shkollë, më mësojnë shumë gjurnat javë në shkollë. Këta të ty i kam në shkollë. Djali vetëm ku ka provime vete se në gjuri dje në tori doktori i është shtormuar kocka këti të madit. I e drejtuar bashkisë së qytetit Korçës për të kërkuar ndihmë si një nën me 4 fëmijë. Jemi drejtuar edhe për tavanin, kështu që na bie ja, duke tavani dhe jo sot jo nesër jo asgjë. Asgjë dua vetëm ndonjë ndihmë për fëmijët tu, asgjë dua më shumë. Se shpinë e kam fëmija. Që zoti ja lajo mamaja time dhe skurtiki dhe unë jam shumë e lumtur se i kam sigurt fëmijët. Jo, je shumë e re për të thënë këtë fjali. Je vetëm 44 vjeç. Edhe se dhe unë se dje vetëm se më duke se më jam bërë prapë të dyja gjirit. A ke bërë një kontroll? Jo. Por pse nuk e shkuar të bësh një kontroll? Për kam librezë këtu bet me lejka. Djali ato që merë paguan drita të ujën. Unë të këshilloj, e dashur Margarita, që të shkosh dhe të bësh një vizit, një mamografi për gjinjt, ndoshta në muajin tetor, që ishte kuadri i muajit roz, që gjithçka ishte falas, por kjo nuk do të thotë që... Nuk isha këtu, isha në Çupa se në Greqi se kishte djalin e smur ajo. Po nuk duhet ta lësh veten pas dore. Duhet të shkosh patjetër të bësh një vizit për 2 gjinjt. Gjithsesi, uroj që zëri juaj të dëgjohet ditën e sotme në këtë live. E dashur Margarita, të uroj shumë fat, të uroj të jesh nëna më e lumtur, të kesh shëndet dhe jetë dhe do mbetemi bashkë në kontakt. Dhe uroj që zëri juaj sot të dëgjohet në këtë live. Të përshëndes. Shumë dhe unë. Faleminderit shumë. Mirupafshim. Para se të
linte e pyetën që me kë je këtu, edhe motra i tha që jam vetë, nuk kam njeri. Dëgjon doktorin që thotë kjo në një nga këto të konvikteve, është e ke parasysh një fjalë, nga këto të rrugëve, po. E në kohën që lindi motra, e dëgjoi fëmijën që qavi. Edhe i thanë që është djalë. Edhe ajo nga që ishte dhe vogël, s'kishte njeri, edhe e la aty. Gjithmonë e kujton se ishin disa muhabete që i kanë ngelur në kokë dhe thotë ma morën fëmijën, kupton? Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video, jeni live me Odetën. Ditën e sotme me live-in tim do shkojmë në Greqi, është një nënë e cila është duke na pritur, ajo quhet Manjola Nuçe. Në fakt problemi nuk është me Manjola Nuçen, por me motrën e saj. Ajo do rrëfej historinë e motrës së saj me emrin Entela Muçka, e cila u martua vetëm 16 vjeç, më sakt, personi që dashuronte, e rëmbeu dhe ajo largua nga shtëpia. Por çfarë ndodhi më pas? Do të jetë pikërisht motra e saj Manjola për të na rrëfyer të gjithë historinë me detaje dhe për të kuptuar se çfarë kërkon ajo sot këtu në live me mua. Kështu që hap dritaren dhe menjëherë përshëndes. E dashur Manjola, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje nga Athina, Odeta. Më ke telefonuar dhe më ke thënë që ke një problem që do ta trajtosh dhe ta ndash. Ndjek emisionin çdo ditë. E marr me mend. Live-et, emisionet, çdo gjë që bën ti, jam çdo ditë me ty, zgjohem me ty fle. Ne kemi motrat time, në vitin 1991, mos gabohem po, ka qenë e vogël, ka qenë 16 vjeç e gjysmë, 17. E ma rëtuar. Në vitin 1991? Në vitin 1991 ka lindur. Motra juaj? Motra ime. Po? Ka qenë 17 vjeçe, as 17 si kishte mbushur kur lindi. E qartë. Në Korçë. Po? Ishte vetëm në spital, se ne do me thënë nuk në lajmëruan. Burin e kishte në një punë larg në Shkodër, edhe ishte vetëm në spital. Po? Edhe lindi, po? në kohën që pa lindur, dëgjon doktorin që thotë, i thot atyre infermierëve, mamive çfarë ishin ato aty, që kjo në një nga këto të konvikteve, është e ke parasysh një fjalë të nga këto të rrugëve, po. Doktori. Motra e dëgjon. Në kohën që lindi motra, e dëgjoi fëmijën që qavi. Edhe i thanë që është djalë. Po? U ngrit ta kokën, tha që të shikoja fëmijën, edhe nuk më lanë ato mamit aty. Morën direkt, tha. Ajo e solli një lindje natyrale apo me operacion? Naturale, po. E qartë. Nuk e lanë, të ngrite kokën, e morën fëmijën edhe ikën direkt. Motrës time e vun në gjumë. I bën gjilpër, e vun në gjumë. Edhe motra time u çua ditën tjetër. Para se të linte, e pyetën që me kë je këtu, edhe motra i tha që jam vetë, nuk kam njeri. Ishte vetë fare. E kuptoj. Askush nga familja nuk e shoqëroi atë ditë në spital për atë zondimje. Ne prindrit time dhe ne nuk na lajmëruan, që vajti për të lindur, vjera ishte nuk vajti, vjeri me kunatin, do me thënë në buri i motrës, ishin në një punë në Shkodër larg, dhe as ata nuk u lajmëruan. Se atëre në atë kohë ashtu ishte që nuk kishte si lajmërohesh. Manjola, në momentin që motra juaj ka qenë 16 vjeç, sa e vogël, është martuar. Po, e rëmbeu vendri. Kanë qenë të dashuruar? Kanë qenë, po, ishte në shkollë, edhe u rëmbye. Më lejon të pyes se për këtë histori, ju jeni motra më e madhe?
Unë jam e vogla, me e vogla. Jeni më e vogël se motra, por ka qenë një histori dashurie që familjarët nuk kanë qenë dakord që dy të rinjt u rrëmbyen atë kohë me njëri tjetrin? Ishim tamam, dakord. Nuk kishim ndonjë problem. Por pse u rrëmbyen? Do të thënë nuk i bët gjërat normale, fejes, martesë. Motra tim ishte në shkollë, nuk donim që të martoheshin aq e vogël, kupton? Keni jetuar atë kohë në cilin vend të Korçës? Po ke dëgjuar Dardhë, Arzë. Dardha është një vend turistik, si se kam dëgjuar. Dhe kam qenë madje, është një nga vendet më të bukura që kemi. Ju në atë kohë keni jetuar në zonën e Dardhës, ndërsa djali që dashuroi motra juaj në atë kohë? Ishte në Miras, në Devoll. Në Miras të Devollit. Po. Pasi ai e rrëmbeu motrën tuaj, motra ç'a klase ka qenë në gjimnaz besoj? Motra ka qenë në vit të tretë gjimnaz. E la shkollën? E la. Po. Por si reaguan prindrit? Shkuan më pas? Po, shkuan, po. Shkuan. Pas një muaj, diku aty shkuan, po. Dhe familja tjetër si e priti? Familja tjetër shumë mirë. Da. S'kishim ndonjë problem, se ajo ishte e vogël. Donin, apo ja shkurin në shtëpi, e ca do bënin? U bonusja e shtëpisë. Po. Por mbeti shtatzën shumë shpejt, sa po ka shkuar? Po, shumë shpejt. Motra si quhet? Entela, por dhëndri i familjes tuaj? Ylli Muçka. Ylli Muçka, po Ylli në atë kohë sa vjeç ka qenë kur u dashurua me motrën tuaj? Ylli në atë kohë ka qenë sa ishte një 24-25 vjeç. Ai ishte i rritur në moshë madhore. Po. Sepse momenti që motra juaj 16 vjeç mbeti shtatzën, më duket pak e habitshme që ka vajtur me këmbët e saj në martenitet, lindjen e parë, pa eksperiencë. Nuk ka vajtur me këmbët e saj në maternitet, e ka shpën një kushëriri i Vjerit, do me thënë djali Xhaxhait të Vjerit. E ka shpën në Korçë, se Vjera nuk mundeshe, problemet e saj nuk e di, edhe i shpuri ai dhe e lau. Në spital. Lajmëruan buri atëre donë të sa, do me thënë që të lajmëroheshe, erdi buri, po erdi ditën që do dilte e motra nga spitali. Por sa ditë ndalemi tek ngjarja e spitalit? Ju më thatë ka qenë viti 1991 kur lindi nipi juaj, se ka qenë djalë. Po. Ju kujtohet muaj, çfarë ka qenë? Verë? Në mars, 3 mars. 3 mars. 3 mars 1991 motra juaj ka sjellë në jetë një fëmijë. Po. Ndërkohë ju më thatë që mjekët i bëni gjelpër dhe ajo ra në gjendje gjumi. Ditën tjetër. Por çfarë ndodhi më pas ditën tjetër? Kur u zgjua ditën tjetër, kërkoi fëmijën. Dua ta shikoj. Edhe i thanë do vi doktori, do flasësh me doktorin. Po. I thanë ato mamit. Vajti doktori quheshe Ilk Beri. Po. Ilk Beri. E i thanë mamit që do vi të flasë doktori, vajti doktori, i thanë fëmia është i gjallë, po nuk është për ty. Pse? Kishte lindur me probleme sipas doktorit. Çu tha doktori. Por motra e kishte pyetur që çfarë problemi kishte fëmia? Nuk është për ty, i tha. Edhe ajo nga që ishte dhe vogël, s'kishte njeri, edhe la aty. Nuk është për ty, i tha fëmia. I qartë, unë kuptoj që... Fëmia u lind në rregull, motra e dëgjovi kur qavi fëmijën. Por motra juaj gjatë kohës që ka qenë shtatzën, a ka bërë vizita eko për të parë zhvillimin e fëmijës? Siç i kishin në përfshatra që shikonin ato mamit e fshatit. Por jo se eko të mirëfillta për të parë zhvillimin e fëmijës. Jo, bëjnë tani, jo. Por në momentin që doli nga spitali, besoj që motra... Ju më thatë që kishte lindur një fëmijë. Po, po, shumë. Por në momentin që doli nga spitali, besoj që motra... Ju më thatë që kishte lindur një fëmijë. Po në momentin që doli nga spitali, besoj që motra...
Patjetër që ka marrë një dokument. Hyrje dalje që ka lindur. Asnjë dokument nuk ka marrë Odeta. As nuk ka firmosur asgjë. Pas 5 ditëve, atë ditë që do dilte nga spitali, i thanë që fëmia juaj vdiq. E kërkuan që ta merrnin fëmijën, motra ta merrte, ma jetën i tha, nuk i dhanë gjë, jo i thanë se do e barosim ne këtu, edhe nuk ka firmosur asnjë lloj letre, asnjë gjë. Por, kur bashorti saj mbriti në spital dhe ajo e njoftoi për gjithë situatën, ndoshta me motrën tuaj 16 vjeç, në atë kohë gjendja e saj e rënduar qoftë dhe psikologjike, pas gjithë çfarë kishte ndodhur dhe çfarë kishte mësuar për foshnjën e saj, ndoshta dhe mjekët e kanë patur të vështirë t'ia shpjegojnë për shkak edhe të moshës, e theksoj se ka qenë vetëm 16 vjeç kur ka sjellë në jetë fëmijën, por bashortit nuk i njoftuan diçka, sepse çdo familjar ka të drejtë të di. Se kjo është një përgjigje e pa kuptim, nuk është për ju. Në ç'kuptim? Pra, fëmia ka lindur me një problem, që ndoshta ai problem është fatal dhe rrezikon jetën dhe mund të ndruar jetë pas 5 ditëve, siç ju po e përshkroni. Odeta, ata, se nuk i thuhet një nënë litë dhe i thua një nënë që ditën e parë që lind fëmia nuk është për ty. I thuan që ka këtë problem dhe nuk bëhet fëmia. Jo, por çdo mjek e ka për detyrë të japi diagnozën, se nuk është faji mjekut që fëmia lindi me problem, por ditën që do dilnin nga spitali këta, i thanë që fëmia vdiq. Ditën që pas 5 ditëve, se ndajnë 5 ditë motra në spital. Jo, unë flas për Yllin. Ylli kur vajti në spital, i takoi mjekët, ai vetë. I takoi. Të njëjtën gjë i thanë edhe atij. Që nuk është për ju fëmia. Dhe çfarë ndodhi? Tani, para se të lindte motra, dëgjon doktorin që thotë se kjo është një nga ato të rrugëve, të konvikteve. Kupton? Kjo është e rëndë nëse ka ndodhur kështu, por motra nuk arriti dot të kthente një përgjigje për t'i thënë që ishte një vajzë që kishte një familje e martuar. Ishte e vogël, e ke parasysh, atëherë ishte edhe frika, flisje, ishte edhe në dorë të tyre në momentin që do lindte dhe motra është edhe tip më e urtë, nuk them përgjigje kollaj, kupton. Edhe prandaj edhe unë bëra këta, pse ajo gjithmonë më thoshte nuk duaj që të preken, të mërziten. E qartë, kuptoj, ndaj të dyja jemi sot. Ishte tjetra që lindi e dëgjoi fëmijën, e vunë në gjumë, pse duhet ta vinin në gjumë? Kupton, se fëmija sa lindi, i qavi e në portën edhe ikën. Dhe më të janë disa gjera, ose doktori mund t'i sjaron të t'i thoshte që nuk është fëmija se ka këtë problem. Si fëmija, do me thënë lindi, rojti 5 ditë, ditën e 5 do dilte motra nga spitali, vdiq, edhe pa asnjë dokument fare. E dashur Manjola, vdekshmëria e foshnjeve, normalisht që sipas viteve ka edhe një përqindje në rrethe, në qytete, statistika që janë histori të vërteta. Ne jemi të rritura dhe të dyja e kuptojmë që si ka lindje ka dhe vdekje, fatkeqësisht shumë foshnjë sa lindin për shkak të problemeve të ndryshme nuk mund jetojnë. Nuk është çudi që për 5 ditë mund të kenë ndruar jetë, por ju dyshoni se thjesht fakti që ata motrën e vendosën në gjumë, në gjendje qetësie, ajo dëgjoi të qarat e foshnjës dhe thanë që është një konviktore, ju dyshoni se mund të kenë ndodhur diçka në spital? Po. Jo dyshoj, po jam 1000% e sigurt që diçka ka ndodhur. Se motra ishte shumë e vogël, kupton? Edhe në atë kohë, se fëmijët e sotëm 16-17 vjeçe. Janë të çajnë sytë, kurse ne atëherë ishim shumë të urta, shumë të padjallëzuara, dëgjonim, çfarë na thonin? E qartë. Po. Por pas 5 ditëve, ata dolën
Dhe çfarë ndodhi më pas? Pra motra u kthye te shtëpia e burrit. Motra u mërzit, qante pedak, si thanë do bësh fëmijë tjetër, s'ka gjë, jeni të rinj, ashtu ishte. Edhe nuk bën gjë. E ke parasysh në atë kohë, kishe edhe frikë të kërkoje, kishe edhe frikë të... Ka qenë, le të themi, vitet e para të demokracisë, kur ka ndodhur kjo ngjarje. Ende ishte frika e sistemit të vjetër. Por, e dashur Manjola, që në momentin që ndodhi kjo ngjarje, ju e keni dyshuar si ju dhe motra vet që diçka ndodhi apo e besoi doktorin? Gjithmonë. Unë njerë jam shumë e sigurt që domethënë fëmia është dhënë, fëmia është nuk e di çfarë është bërë, se nga këto i lidh këto gjëra që çfarë thanë para se të lindte motra, lindi fëmia ishte në rregull qavi, e morën e vunë në gjumë motrën, domethënë gjitha këto Por të duhet ta vini në gjumë motrën, për shembull. Këtë përgjigje s'di ta jap. Janë dyshimet e tua, e kuptoj. Pikpyetjet që ju ngrini ditën e sotme në këtë live, Manjola, që dyshoni se diçka ndodhi në spital me fëmijën e motrës tuaj që erdhi në jetë në 3 mars të vitit 1991 në spitalin e Korçës. E dashur Manjola, por unë jam e sigurt që në atë spital në regjistrin themelor ka një shënim. Kur motra juaj ka Nuk kemi shkuar asnjëherë, se të thash që motra time nuk kanë shkuar të dy, po nuk i kanë shkuar tani që po kujtohem, kanë shkuar të dy, po nuk kanë marrë asnjë përgjigje. Kjo të vënë kanë shkuar. Edhe jo atëre tani afër. Domethënë ka 3-4 vjet, 5, një diçka e tillë. Por kur ka shkuar në spital motra me burrin, çfarë i ka thënë personeli i spitalit? Nuk japim asnjë të dhënë. Si nuk japim asnjë të dhënë? Se nuk japim asnjë, nuk japim të dhëna. Afu të kanë thënë fëmia vdiq, kaq, mbaroi. Sepse unë kam drejtuar dhe histori të tjera, e dashur Manjola, me këtë lloj problematike që nënat të cilat kanë sjellë një jetë fëmijë dhe dyshojnë se ndoshta në spital ka ndodhur diçka, ju është marrë fëmia dhe kanë marrë përgjigjen nga mjeku që ka ndruar jetë, nuk e kanë besuar, por çdo nën ka të drejtë në spital, në regjistër, të shikojë çfarë është shënuar për fëmijën e saj, për të kuptuar diagnozën, me çfarë problemi kishte lindur foshnja, kur ndroi jetë dhe kush ishte shkaku. Këtë gjë besoj që motra juaj, Entela, ka të drejtë ta marrë në arkivën e spitalit dhe për të parë çfarë është shënuar, kur ka hyrë në spital, kur ka dalë, kur ka lindur, çfarë ndodhi me foshnjën, gjithçka është mbajtur shënim. E kuptoj. Jo, nuk e di, të them të drejtë, e di, kam dëgjuar që kanë mbajtur, po të them të drejtën nuk di se çfarë është bërë. Po e di që nuk kanë marrë asnjë përgjigje. E dashur Manjola, unë ta këshilloj që motra me dhëndrin, pra Entela me yllin, duhet të shkojnë në arkivën e spitalit, aty ku ajo ka sjellë një jetë foshnjën e saj, që fatkeqësisht i tham vdiq, për të hapur regjistrin dhe për të mësuar se çfarë është shkruar, dhe për të parë ekziston emri i saj apo jo. Se çdo nën që shkon në spital regjistrohet emri. Edhe kur vjen një jetë fëmia, edhe nëse ka vdekur, patjetër që gjithçka shënohet. Këtë dokument është shumë i rëndësishëm që ju duhet ta merrni, sepse janë gjëra që ju do mësoni më shumë detaje. E dashur Manjola, çfarë ndodhi më pas me jetën e motrës tuaj? Ajo besoj është bërë nën sërish. Motra time ka edhe 3 djem të tjerë. Ka si një jetë dhe 3 djem të tjerë. Edhe 3 djem të tjerë, po. Çfarë moshe i ka fëmijët? Djali i madh është 30. I dyti është 25. I ka të rritur. Tjetri është 18, i ka të rritur, po. I ka ngelur peng fëmia i parë? Po, gjithmonë thot, gjithmonë e kujton. Gjithmonë e kujton se ishin disa muhabete që i kanë ngelur në kokë dhe thot
ma morën fëmijën, kupton? Asnjëra nuk e ka besuar që foshja e saj që solli në jetë. Asnjëherë. Po vetëm që kishte frikën që të bënte kërkime, ka shumë frikë. Bile edhe unë kur I thash që unë një kam dërguar Odetë, se kam dërguar edhe më përpara mesazhe, edhe më thoshte kam frikë, nuk dua që ta hap të shqetësohem, se më falë si gjej do të fjalët. Frikë se mos shqetësohej vet apo frikë do mërziten, kupton? nëse zbulon të vërtetën. Po. Por Edhe po t'jetë gjallë. Edhe t'jetë diku. Histori si histori e familjes tuaj Manjola, para viteve 90 ka ndodhur në Shqipëri. Shumë nëna që ju kanë marrë fëmijët dhe ju thënë nga mjekët që ka vdekur, fëmijë që kanë përfunduar në jetimore apo janë birsuar nga stafi, njerëz të stafit të spitalit, ka ndodhur. Janë histori që I kemi dëgjuar që kanë ndodhur. Por jo çdo histori e çdo nëne që ka lindur një fëmijë dhe fosha I ka vdekur, duhet ta mendojmë që ka ndodhur diçka në spital. Por ti këmbgul dhe thuaj që ne në mënyrë kategorike nuk e besojmë faktin që fëmia ndroi jetë. Po. Edhe shkona se e kishim pyetur që me këje këtu, kush është jashtë, të pret njeri, ke njeri? Mirë, kjo është normale. Kur ti shkon në spital, mjeku të pyet për çdo gjë. Ndoshta për çdo lloj komplikacioni, emergjencë që mund të futet në operacion. Dikush I familjes do të jetë aty qoftë për të hedhur një firmë që I duhet mjeku. Kjo është normale si pyetje që bëhet nga bluzat e bardha. Por motra time I tha që janë vetës, ka njeri. Thjesht fakti që atë ditë shumë të rëndësishme në jetën e saj, asaj duhet të ishte e vetme në spital, e ka quajtur. Prandaj edhe ata thanë që është nga konvikti. Jo, motra juaj ka akuzuar qoftë burrin apo vjerrën që pse më lat vetëm atë ditë, ndoshta po të ishte dikush. Ka thënë, po tani ajo iku, nuk mbaroi, nuk theni do të mbrapa gjë. Ndoshta dhe ju si familje jeni bërë pishman që ashtu ishte tjerat atëherë në atë kohë. Që sa thoshin ato bëhej, e kupton. E kuptoj. Edhe burri ishte në punë larg, duhet ta kishin lajmëruar më përpara, nuk e lajmëruan, pas ne nuk na lajmëruan, edhe që kështu. Kjo gjë në familjen tuaj ju vret që sishit atë ditë në spital tek motra juaj Entela, që fatkeqësisht e theksoi 3 mars 1991 solli në jetë një djalë, por që I thanë vdiqi dhe ju gjithnjë keni dyshuar që ai fëmijë u mor nga stafi mjekësor. Mendoni që u mor dhe u çua në jetimore, sepse të gjitha këto dyshime dhe çdo familjari kështu janë, u mor dhe u birsua. Në jetimore, besoj se jo, se nuk kishte pse ta çoni në jetimore kur nëna e kërkonte, kupton? Se unë e di që në jetimore çohet një fëmijë që braktiset. E le una, nuk e dua unë. Atëre po kur nëna e kërkon fëmijën, edhe babai kërkonin fëmijën, pse duhet ta çonin në jetimore? Po çfarë dyshoni ju? E morën dhe e morën e kanë dhënë diku, e kanë, nuk e di çfarë bënin ata në atë kohë. E kanë dhënë diku fëmijën. Dhe shumë Manjola, ne jemi të dyja së bashku sot në këtë live dhe prezantuam historinë e motrës tuaj Entela, që do kisha dëshirë të ishte edhe Entela sot, por ju më thatë që nga ana emocionale ajo se përballon dot, ndaj vendos se ti ishe ti për ta rrëfyer këtë histori. Po. Unë dua të them që këto histori kaq të dhimbshme që I dëgjon janë të vështira dhe për ne si gazetar. E di. Nëse ka ndodhur ashtu siç ju e mendoni që gjithçka ndodhi në spital, brenda stafit të ngushtë mjekësor, janë vetëm ata persona që dinë të vërtetën dhe askush tjetër. Dhe nëse ka ndodhur ashtu, padyshim që edhe dokumentat do jenë manipuluar. Atë do të thoja edhe më parë që më the
për dokumentat. Ata dinin t'i bënin dokumentat, Odeta, edhe të vejmë ne të shikojmë për dokumentat, ata kanë shkruar ato që se ata nuk kanë qenë dëgjuar, nuk kanë qenë budallënj të shkruanin është gjallë fëmia dhe dhama. Logjikisht ke të drejtë. Nëse ka ndodhur diçka e tillë dhe dokumentat sigurisht janë shkruar ashtu siç janë thënë motrës tuaj në ato kohë, por unë uroj dhe shpresoj që kjo e vërtet që ju kërkoni të zbardhet sa më shpejt, që ajo nën të qetësohet nga ana shpirtërore, por dua të them me dashur Manjol, duhet ta mendoni dhe versioni që ndoshta ashtu ishte fati atij fëmije. Po, edhe atë e kemi menduar. Po mendojmë edhe tjetrën që kjo tjetra më shumë më shumë, që themi. Unë të këshilloj që nëpërmjet bashkisë së qytetit duhet të interesoheni për ato varreza që i kërkuan hapeshin enkas për foshnjët 250.000 lek i kërkuan. E qartë. E kuptoj këtë gjë, se ma thej që motra ka paguar dhe para, por duhet interesoheni në bashki, në sektorin që merret konkretisht me këtë gjë, për të mësuar që ku ndodhet ai varr. Nuk e besoj, se kam dëgjuar shumë në emisioni jot, që nuk kanë gjetur asnjë varr. Jo, padyshim, më lejo të shpjegoj. Duke u marrë për ditë me këtë punë, di mirë se si funksionojnë gjërat. Po. Në ato vite foshnjët që ndronin jetë, padyshim që varroseshin nga stafi mjekësor. Pas gjithë procedurave që bënte stafi mjekësor, varroseshin nga stafi mjekësor dhe kjo gjë lidhesh me bashkinë e qytetit të vendit ku ndodhte. Ishte një parcel enkas për këtë gjë. Siç ndodh edhe me trupa të pa identifikuar që gjenden fatkeqësisht në vende të ndryshme, që dërgohen në morg dhe për disa ditë nëse nuk identifikohen, varrosen në qytetin ku janë gjetur si varre pa emra që ka parcela të tilla. Këtë dua të shpjegoj. Pra është e rëndësishme që motra juaj në bashkinë e qytetit duhet të interesohet në këtë sektor për të mësuar diçka. Por unë vazhdoj të këmbgul që ju duhet të shkoni dhe një në spital për të kuptuar çfarë është shkruar në regjistrin themeltar. A ka hyrje dhe dalje të motrës tuaj në këtë spital? A ka një datë lindje të fëmijës që solli në jetë? Çfarë shënimesh është mbajtur? Kush është diagnoza që fëmia ndroi jetë? Është e rëndësishme që të gjitha këto informacione ju t'i merrni dhe më pas le të themi të ngrihen ato pistat e kërkimit qoftë nga ana jon dhe për të ditur se çfarë rrugë do të ndjekim për të zbardhur këtë të vërtetë. Por ky live do na shërbej, besoj unë. Prandaj më shumë e bëra, prandaj më shumë. Jam e sigurt. Uroj që ky live të na shërbej për stafin mjekësor që ka qenë pranë motrës tuaj atë ditë ku ka ardhur në jetë ky fëmijë, për të marrë guximin nëse ka ndodhur diçka. Më fal se të ndërpres, mban me vëmend emrin e një mamie. Po. Këtë emrin Irena. Irena. Po. Që besoj, duke llogaritur vitet, besoj që të gjithë mund të jenë në këtë jetë. Askush nuk është larguar nga kjo jetë. Nëse motra juaj ka lindur në vitin 1991, ndoshta mund të kenë dalë në pension, nuk janë më në punë, por nëse ata e ndjekin këtë live, unë uroj që njëri prej tyre të marrë guximin, qoftë anonim, të lidhe dhe tregoj të vërtetën e motrës tuaj. Aty qëndron sekreti. Asnjë nuk e bën. Kështu mendon ti? Asnjë nuk e bën. Por asnjë nuk merr në telefon e thot ne kemi bërë këtë gjë, asnjë nuk e bën. Ka plot forma e dashur Manjola që dikush të marrë dhe mos të prezantohet dhe të tregojë që kjo histori është kështu. Nuk ka njerëz të tillë, Odeta, nuk e di ti se ti di gjërat më mirë. Po unë besoj se nuk ka njerëz të tillë. Të kuptoj. Ti mendon se ndoshta askush nuk ta gjej guximin për të marrë në telefon dhe të tregojë një të vërtetë. Por gjithsesi, unë besoj që vjen një moment në jetë dhe mëkatarët ndërgjegjësohen. Inshallah të jetë ashtu po. Pengjet e jetës së tyre duan t'i tregojnë
dhe format janë të ndryshme. Prandaj po të them që kam besim që ndoshta dikush mund ta tregoj këtë histori. Gjithmonë nëse ka ndodhur ashtu siç ju dyshoni. Se e di që nga live-i e di që edhe sikur të jetë ai fëmijë në jetë, se tani pak a shumë të gjithë e mësojnë që janë të birësuar ose do me thënë vetëm a shumë mund të gjendet, se nga doktorata edhe nga letrat që janë shkruar në spitali edhe aty nuk do gjejmë zgjidhje. Pra, ti beson që ndoshta nëse ai fëmijë është në jetë, mund ta ndjekë këtë live dhe të na telefonoj. Po. Ose prindrit e tij që e kanë birësuar, mund datat e lindjes, viti, do me thënë vetëm nga ajo gjë mund të gjendet, se ndryshe. Ne vetëm një detaj kemi, ditën që ka ardhur në jetë dhe qyteti ku ka lindur. 3 mars 1991, qyteti Korçës. Kaq dim, sepse motra nuk mundi dot as emër t'i vinte. Nuk arriti motra t'i vinte emër. Nuk arriti. Nuk e lanë, do me thënë, motra time vetëm që e dëgjovi, se as nuk e pa. Vetëm që e dëgjovi që sa ngrita kokën tha që ta shikoja, ma ullëm kokën poshtë tha, më bën gjipërën në përgjume dhe ajo ishte. Do me thënë, kjo të bën qik të mendojës të thuash pse? Pse e vunë në gjumë? Edhe u zgjua ditën tjetër. Pse e bënë? Dhe ta mendosh një moment e dashur Manjola, nëse historia është kështu siç ju e tregoni, dyshimet tuaja nëse janë të vërteta, është shumë e rëndë që një nën të ndahet nga fëmia i vet, t'ja bëjnë këtë gjë stafi mjekësor, por të mendosh dhe një familje që mund ta ketë birësuar dhe i ka dhuruar shumë dashuri. Një fëmije është shumë e rëndë e gjithë kjo histori. Por edhe për një fëmijë që të mësoj të vërtetën se si është ndarë nga nëna e vet. Kjo është akoma më fatale. Po. Ju keni tjetër një fëmijë që nuk e do nëna dhe tjetër një fëmijë që e kanë shkëputur. E kanë shkëputur fatkeqësisht nga nëna, por ju keni vendosur ta kërkoni dhe ta zbuloni të vërtetë dhe uroj që ai fëmijë të jetë gjallë, që i bie të jetë nipi juaj. I bie sa vjeç jetë sot? Ngjarja ka ndodhur në Thënjishin. 33, sa i bie 33 vjeç. 33 vjeç. Po. E mendoni të përballesh një ditë me nipin tënd ku në 33 vite gjithnjë në mendje e keni menduar që ai ka vdekur, se kështu ju thanë mjekët. Po. E presim. Unë jam 1000% e sigurt që jeton. Ndërkohë ti më thej që Entelës motrës i njoftove që do jem në një live me Odetën dhe do nis kërkimet. Është përgatitur dhe motra nga ana shpirtërore? Po. Se gjatë rrugës që Çdo ditë e bëj muhabet, çdo ditë i them për emisionin tënd që u gjet ky, domethënë çdo ditë që dëgjoj. Se në momentin që do nisim kërkimet, ndoshta mund na dalin gjëra të cilat edhe mund të na shokojnë, befasojnë. Këtë që ta them nga eksperjenca ime. Jemi të përgatitura edhe me këto gjëra, domethënë presëm edhe atë gjë, po më shumë jemi që jeton. Është në jetë fëmia. Edhe shumë Manjola, unë të kërkova që mesazhi jot i drejtohesh stafit mjekësor, ata që janë Chelsea i gjithçka që e di këtë të vërtet. Ka vdekur foshnja apo jo? Po ti thej jo, unë nuk besoj që do marri dikush telefon dhe do na ndihmoj. Nuk kam shpresë fare, vetëm nga ty kam shpresë, nga asnjë tjetër. Unë kam shpresë nga gjithë ata që do na ndjekin sot në këtë live. Po them nga ty, nga live-i jot që ndjekin njerëzit. E qartë. Dhe dua ta mbyll me një mesazh, por jo si teze, por edhe në emër të motrës tënde Entelës.
Me sa po kuptoj ti do i drejtohesh fëmijës së solli një jetë motra juaj, sepse ti vazhdon ta besosh 100% që nipi juaj është gjallë. Dhe me sa po kuptoj ati do i drejtohesh. Tamam. Nëse është gjallë dhe na dëgjon, ndjek emisionin, ose prindrit që e kanë birësuar, ti tregojnë të vërtetën, edhe ai fëmijë ta di të vërtetën se çfarë është bërë. Jo se nuk e donin ne, e morën. Nëse do, ti e aty, mund të kontaktoj, kaq. Edhe t'jetë mirë, inshallah t'jetë mirë, t'jetë gjallë, t'jetë mirë. Asgjë tjetër. Ta uroj me zemër, sinqerisht të gjë e dashur Manjola, por do të bëj dhe pyetjen e fundit përpara se të përcjell fëmijët e Entelës, e din këtë histori? Po. Besoj që edhe ata janë kurioz ta mësojnë të vërtetën e vllajt të tyre. Po, e din, të gjithë e din. Dhe duan që ta kërkojnë, ta gjejnë të vërtetën. Patjetër. Mirë. Ne ishim bashkë në këtë live, të uroj shumë fat, uroj të kem telefonata, të kem informacione shumë dhe të zbulohet me për emisionin. E vërteta. E inshallah gjithmonë të vërtetat të dalin. Ta uroj me zemër këtë gjë. Mirë, dashur Manjol, ne do mbetemi në kontakt tashmë. Po. Nëse unë do i bie telefonit tënd, do të thotë që diçka ka mbërritur. Do gëzohesh aq shumë. Janë momente që edhe unë gëzohem kur marr personazhet e mi dhe dua të komunikoj një lajm. E di, të kam parë. Mirë, të përshëndes dhe të përqafoj nga Tirana. Faleminderit shumë, mirupafshim. Mirupafshim. Mirë dashur miq, kemi ardhur në fund të kësaj video. Unë falenderoj që ndurat me mua deri në fund të këtij live dhe uroj dhe shpresoj që historia e familjes Muçka, të dy prindërve Entela dhe Ylli Muçka, të zbardhet kjo histori. Dhe uroj që djalit tyre që sollën një jetë në 3 mars të vitit 1991 të mos ketë ndruar jetë, por të jetë gjallë, të jetë birësuar, të ketë patur familje, pasi të gjithë tashmë, si në familjen e Entelës dhe në familjen e Yllit, nuk e besojnë lajmin që mjekët i dhanë atë ditë në spital, por besojnë që fëmia ju mor dhe ju birësua, sepse Tezja përsolli një mesazh dhe pse unë këmbula që ai mesazhin t'ia drejtonte stafit mjekësor, ata që mund ta dinë të vërtetën nëse ka ndodhur ashtu. Pra nuk pati besim dhe kërkoi që mesazhin t'ia përcillte nipit të saj, sepse dyshonte që e kishte gjallë dhe prindërve që e kishin birësuar. Nëse dikush e di këtë histori, unë dua të bëj një thirrje të na telefonoj në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, anonim ose të më shkruaj një mesazh për të mësuar të vërtetën dhe e uroj me zemër që kjo histori të zbardhet sa më shpejt. Por të dashur miq, nëse dhe ju keni një histori dhe kërkoni që t'jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram, në Facebook, në TikTok. Këto janë faqet e mia zyrtare ku mund të më dërgoni mesazhe dhe mundohem që në kohë reale t'ju kthej përgjigje të gjithë ju që më shkruani. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar këtu në YouTube Odeta Dume Mandro, ku tashmë çdo paradite e kam kthyer tradit, hy live me ju me këto histori shqiptare, histori që nuk vinë vetëm brenda territorit të Shqipërisë, por edhe nga diaspora. Kështu që ju falenderoj që më ndiqni, më mbështesni, më komentoni dhe takohemi sërish nesër live. Faleminderit.